Në oborrin e shkollës periferike të fshatit Novosel, shkolla fillore Gjergj Kastrioti Skënderbeu e fshatit Sërbic të Kërçovës organizoi një aktivitet plot ngjyra dhe atmosferë të ngrohtë me titull Aromë vjeshte shije gështenje. Në këtë aktivitet morën pjesë nxënës, mësimdhënës dhe prindër, të cilët bashkë krijuan një ambient të gëzueshëm dhe kreativ kushtuar stinës së vjeshtës. Drejtoresha e shkollës Shkëlqime Bekteshi falenderoi stafin pedagogjik dhe prindrit për përkushtimin dhe ndihmën e dhënë në organizimin e këtij aktiviteti. Faleminderit fillimisht për pjesëmarrjen. Kjo iniciativë që nga ana e arsimtares që jep mësim këtu në fshatin Novosel, në shkollën tonë periferike, dhe në bashkëpunim me prindrit, të cilit i falenderojmë shumë për bashkëpunimin, dhe bashkëshatarët e fshatit Novosel i dhanë një gjallëri dhe sot arritëm këtë projekt ta realizojmë duke mbledhur mjete nga më të ndryshmet, mjete tradicionale, mjete muzikore dhe pjesë nga visëria tradicionale e banorëve të kësaj ane. Aromë vjeshte shije gështenje, meqense gështenja është një simbol i fshatit Novosel dhe ne nëpërmjet frutit të thënë të vjeshtës e realizojmë këtë projekt duke i dhënë një kuptim të atij. Po, këto janë të gjitha të përgatitura nga ana e prindërve në bashkëpunim me arsimtarët dhe e mirëpritën, do me thënë që janë të gjithë të gatshëm të bashkëpunojnë dhe janë, mendoj, të gjithë të kënaqur për një aktivitet të tillë, masi edhe fshati ka marrë pak gjallëri, po edhe fëmijët bashkëpunojnë me të dyja shkollat periferike dhe qendrore. Në skenën e improvizuar me motive vjeshte, nxënësit u paraqiten me pikat e tyre artistike. Pa ty nuk do t'ishin ngjyrat dhe bukurinë që na thonë. E kështu, në pyllin tonë me ngjyra shije, u bën një festë ku gjithçka merr kuptim dhe hije. Frutat kërcyen, fëmijët u mësuan, se vjeshta është stina ku të gjithë u gëzuan. Sa fakultat në kurkako, vjeshtja është magjike, luçishi e frutat dhe personalitike. Hani fruta, rritë që shëndetshëm e mirë, se natyra na fal në të sarë të lirë. Në fund, pjesëmarrësit patën mundësinë të shijojnë ushqime tradicionale të kësaj zone, ndërsa atmosfera festive e aromës së vjeshtës u shndrua në një kujtim të bukur për të gjithë. Zënësit tanë kanë përgatitur me dashuri çdo detaj për ta bërë këtë ditë të veçantë, një festë e frutave dhe ngjyrave të vjeshtës. Të dashur pjesëmarrës e të ftuar, faleminderit që ishit sot me ne. Në emër të shkollës sonë, ju uroj mirëseardhje dhe çaste të këndshme. Miru takofshim në aktivitete tjera.